Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Parlamenti Evropian miratoi raportin më të ri për Maqedoninë e Veriut, në të cilin evidentohet një sër mangësisht që sipas eurodeputetëve vazhdojnë të ngadalsojnë procesin e integrimit të vendit. Raporti vë thekste veçantë tek mungesa e progresit në sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe pavarësinë e gjyqësorit. Eurodeputetët shprehen shqetësim për ndërhyrjet politike në sistemin e drejtësisë, dobësitë strukturore të institucioneve gjyqësore dhe mungesën e rezultateve konkrete në ndjekjen e rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë. Parlamenti Evropian përsërit thirrjen për miratimin e ndryshimeve kushtetuese, por njëkohësisht thekson se mosmarrëveshjet bilaterale nuk duhet të përdoren për të bllokuar procesin e anëtarësimit. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet europiane Bekim Sali përshëndeti debatin në Parlamentin Evropian për raportin për Maqedoninë, duke vlerësuar se mesazhet e eurodeputetëve përfaqësojnë një konfirmim të fortë të perspektivës europiane të vendit. Para votimin në Parlamentin Evropian, kryeministri Mickoski bëri thirrje eurodeputetëve të mbështesin amendamentet me të cilat protokollet bilaterale nuk do të jenë pjesë e kornizës negociuese të Bashkimit Evropian. Përveç raportit për Maqedoninë, eurodeputetët miratuan dhe raportet për Malin e Zi, Shqipërinë, Bosnjë dhe Hercegovinën dhe Kosovën. Parlamenti Evropian miratoi një amendament për përdorimin e gjuhës shqipe në provimet shtetërore të jurisprudencës në Maqedoninë e Veriut. Eurodeputetët i bën thirrje autoriteteve të Republikës Maqedonisë së Veriut që të zgjidhin sa më shpejt të çështje, si dhe kërkon që protestat e studentëve të mos portretizohen si faktor destabilizues apo si të motivuara politikisht. Në të kërkohet të sigurohet dhe zbatimi praktik i marrëveshjes kornizore në ligj ashtu dhe në frym. Kryetari i lidhjes shqiptare Zjadin Sela përshëndeti qëndrimet e Parlamentit Evropian mbi përdorimin e gjuhës shqipe në provimet shtetërore. Përmes rrjeteve sociale, ai e cilësoi këtë si një fitore të rëndësishme për studentët dhe të drejtat gjyqësore të shqiptarëve. Parlamenti Evropian e tha qartë, provimet shtetërore duhet të jepen në gjuhën shqipe. Nuk tha as ligj të ri, as metodologji, as rregullore, as teori dhe as praktik, dhe jo vetëm jurisprudenca, por të gjitha provimet. Marrëveshja e orët tha të respektohet në ligj dhe në frym, shkruan mes të tjerash Zjadin Sela. Rajoni. Ambasada amerikane në Prishtinë kërkon nga klasa politike në Kosovë që të bashkëpunojë e të formojnë institucionet e vendit pas një periudhe të gjatë bllokade politike. Ky ngërç i vazhdueshëm politik po i kushton Kosovës mundësi të humbura. Ka ardhur koha që udhëheqësit të vendosin përparimin dhe stabilitetin në plan të parë për të mirën e të gjithë qytetarëve, tha një zëdhënës i ambasadës për Median Express. Sipas saj, zgjidhja vjen duke formuar institucionin në përputhje me kushtetutën dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Eksporti i energjisë amerikane është një shtyllë qendrore në bashkëpunimin tonë ekonomik me partnerët tanë. Eksportet e energjisë amerikane forcojnë sigurinë energjetike në Europë, reagojnë nga Departamenti Amerikan i Shtetit për gazetën Express. Sa i përket Kosovës, nga Departamenti Amerikan i Shtetit thanë se SBA-ja është e gatshme për të bashkëpunuar me industrinë energjetike amerikane dhe qeverinë e Kosovës për një të ardhme të sigurt energjetike përmes diversifikimit të furnizimit me energji elektrike, ku përfshihet dhe gazi lëngshëm LNG. Ushtruesi i detyrës së presidentes Kosovës, Elbulena Axhiu, deklaron se nuk e ka parë thirrjen e bërë nga ambasada amerikane në Prishtinë, ku kërkohet përfshirje e projektit të gazit amerikan. Qoda amerikane edhe SBA-t po bëjnë thirrje. Nuk e kam parë fare, më vjen keq. Ministria e Drejtësisë e Kosovës kërkon të përshpejtohet zgjedhja e prokurorëve të rinj. Sipas Donika Gërvallës, përgjegjësia e qeverisë është të garantojë ligjet, ndërsa zbatimin e tij e ka përgjegjësinë Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor. Çështja e prokurorëve dhe numrit prokurorëve është një çështje me cilën ekskluzivisht merret Këshilli Prokurorial i Kosovës. Ata bëjnë përzgjedhjen, ata bëjnë përcaktimin në pushtetet e ndara që kemi. Unë si Ministre e Drejtësisë angazhohem për reforma të fuqishme në fushën e drejtësisë. Ju e dini që tashmë kemi gati 5 ligje, të cilat presin kuvendin e ri që të kalojnë dhe të cilat përcaktojnë sakt edhe e qartësojnë shumë edhe detyrat dhe përgjegjësitë, por edhe të drejtat edhe të gjyqtarëve, edhe të prokurorëve. Kjo është pjesa që bën qeveria, ndërsa implementimi i këtyre ligjeve ju takon KPK-s dhe KGK-s. Është shumë e vërtetë që ka një mungesë të theksuar të prokurorëve. Në raportet e publikuara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në muajin e kaluar është identifikuar se mungesa e numrit të mjaftueshëm të prokurorëve po shkakton zvaritje të rasteve në gjykata dhe mbi ngarkesë të sistemit. Funksionimi institucional i sistemit prokurorial, si dhe puna dhe sfidat në garantimin e efikasitetit dhe koordinimit në trajtimin e lëndëve ishin në thelb të vizitës së zëvendës kryeministres Donika Gërvalla në prokurorinë themelore në Mitrovicë. Ajo takua me ushtruesin detyrës së kryeprokurorit Njazi Rexha.
Gërvalla theksoi se reforma në drejtësi përmes pakos prej 5 ligjeve dhe nevoja për rritjen e llogaridhënies sistemin prokurorial mbeten shtylla kyçe për forcimin e sundimit të ligjit dhe integritetit institucional. Sipas saj, shteti së drejtës nuk ndërtohet me deklarata, por me vendosmëri për ta zbatuar ligjin pa përjashtim. Paneli vlerësues i Këshillit Prokurorial të Kosovës konfirmon kandidatët që plotësojnë kushtet për pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Kushtet për fazat e mëtejshme të procesit të përzgjedhjes i kalojnë Ade Dema, Naima Bazi, Rafet Halimi, Shqipdon Fazliu dhe Zejnullah Gashi. Paneli vlerësues njofton se do të vazhdojë me procedurat e mëtejshme e procesit të përzgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit në përputhje me afatet dhe kriteret e përcaktuara në legjislacionin e fuqi. Parlamenti Evropian miratoi me shumicë votash raportin për Kosovën. Reagimi vjen nga raportuesi i Parlamentit Evropian Rio Terras. Nëpërmjet një reagimi në platformën X, Terras shkruan se pro raportit kanë votuar 412 deputet, 174 kundër dhe 58 abstenim. Reformat e vazhdueshme dhe progresi në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian mbeten thelbësore në rrugën drejt BE-s, shkroi Terras në mesazhin e tij. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Miratimi i amnistisë penale në Shqipëri pritet të sjellë lirimin e 466 personave, ndërsa 869 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu sqaroi edhe një herë se nga projekti nuk përfitojnë subjektet e SPAK dhe të gjykatës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ndërkohë që përsëris asnjë person dhe asnjë vepër që është nën jurisdiksionin e SPAK-ut, pra veprat të krimit të organizuar dhe të korrupsionit, nuk përfitojnë. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu ka komentuar për herë të parë deklaratat e deputetes Mariana Koçeku për grupin e bajrave për të cilët la të kuptojë se i kishin kërcënuar. Jashtë kuvendit, Gogu tha për gazetarët se ky nuk është një lajm politik, por i takon shtetit të së drejtës, duke theksuar se institucionet duhet të zbatojnë urgjentisht detyrën. Kur një qytetar i Republikës Shqipërisë, dhe aq më tepër një deputet dhe një zgjedhur sinjalizon për kërcënim, ky nuk është lajm politik, besoj që ky është një lajm që i takon shtetit të së drejtës. Dhe jam i bindur që të gjitha institucionet të ngarkuara me ligj, me pushtet për të luftuar krimin e organizuar, nëse është një rast i tillë, duhet të zbatojnë urgjentisht detyrën. Ishte ministri i Drejtësisë Toni Gogu. Pas largimit nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, deputetja Mariana Koçeku ka shprehur pendes për mbrojtjen publike që i ka bërë aksionit të qeverisë për prishjen e ndërtimeve pa leje në Theth. Ajo kërkon falje banorëve të Thethit, ndërsa u premton se nga sot do t'i përfaqësojë siç duhet. I kërkoi falje prej zemrës Thethit. Ajo ngjarje ka qenë ndër goditjet më të mëdha emocionale që kanë parë ndonjëherë, shkruan Koçeku. Vetëm një ditë më parë Koçeku la të kuptohej se kishte marrë kërcënim nga grupi i bajrave. Vijon protesta në rrugët e kryeqytetit të Shqipërisë. Në ditën e 18 të saj, protestuesit përshkruan zonën e pallatit me shigjeta dhe vijuan me një marshim masiv përgjatë rrugës Kavajës. Për pasojë ka patur vështirësi në qarkullimin e automjeteve duke shkaktuar trafik. Shqipëria e shqiptarëve dhe Edi Rama ka mbaruar ishin thirrje që shoqëruan këto tubime. Bota. Presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Irani nënshkruan një marrëveshje fillestare paqe që synon të japë fund luftës. Marrëveshja përfshin rihapjen e ngushticës së Hormuzit, një plan prej $300 miliardë për ndërtimin e Iranit dhe ndërprerjen e të gjitha llojeve të sanksioneve ndaj Iranit për çështjen e programit bërthamor të Iranit, arsye kryesore deklaruar nga SBA për konfliktin, ende duhet të negociohet gjatë një periudhe 60 ditore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump firmosi marrëveshjen e mirëkuptimit me Francën gjatë samitit të G7-s. Ai mbrojti propozimin, duke thënë se do të shmangte një katastrofë ekonomike. Megjithatë, ai paralajmëroi se SBA do ta bombardonin ferrin Iranin nëse nuk do të dilte një marrëveshje përfundimtare. Nga Irani, marrëveshja u firmos nga presidenti Masoud Pezeshkian. Kryetari i Parlamentit të Iranit dhe negociatori kryesor Muhammad Bagher Ghalibaf u tha mediave shtetërore se mosbesimi i tij ndaj SBA-s mbeti dhe se gishti i Iranit është në këmbës. Nëse armiku nuk e kupton gjuhën e logjikës, ne do të hyjmë përsëri në gjuhën e fuqisë, i tha ai transmetuesit shtetëror Fars, raporton BBC.
Presidenti francez Emmanuel Macron mirëpriti marrëveshjen e nënshkruar mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke cilësuar atë një hap të rëndësishëm drejt paqes së qëndrueshme në lindjen e mesme dhe stabilizimit të ekonomisë globale. Në një reagim të publikuar në platformën X, Macron shpërndau një video nga momenti kur presidenti amerikan Donald Trump firmos memorandumin e mirëkuptimit në pallatin e Versailles pas përfundimit të samitit të G7-s. Presidenti Trump nënshkroi në Versailles marrëveshjen mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Kjo marrëveshje hap rrugën për një paqe të qëndrueshme dhe lejon rihapjen e ngushticës së Hormuzit, deklaroi Macron. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.